Të dashur besimtar, të nderuar teleshikues radio dëgjues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë për herë mbi ju. Dhe ju uroj mirësarjen si gjithmonë në këtë emision të Mjeftinisë së Shkodrës që organizohet me rastin e muajit të begatë të Ramazanit, me tematikë hadithet e Ramazanit. Sonte ne kemi të ftuar teologun Anisa Golli, imam i xhamisë së Kucisë së Re këtu në rrethin e Shkodrës, të cilit ju uroj mirësarjen. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Atëherë zotëri Anis, siç edhe e mësuat, tematika e këtij programi është hadithet e Ramazanit, ose ndryshe hadithet e agjerimit konkretisht. Sonte jemi përballë disa haditheve të Resulullahit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot sipas transmetimit të Ebu Hurerës, transmeton se Resulullahi alayhi salatu wassalam ka thënë, agjerimi nuk është vetëm nga ushqimi edhe pija, pra ndalesë ndryshe, por agjerimi është nga fjalët e kota dhe të pahishme. Po që se dikush të shan ose të regohet ignorant ndaj teje, atëherë thuaj, unë jam agjiroshëm, pra përsëri 2 herë. Po ashtu kemi edhe një hadith tjetër që ndoshta dhe mund të jetë të njëjtën linjë. Fletushkat e Ibrahimit alayhis salam kanë zbritur në natën e parë të Ramazanit. Taurati ka zbritur pas 6 ditësh të Ramazanit. Injili zbriti pas 13 ditësh të Ramazanit. Dhe Kurani ka zbritur pas 24 ditësh të Ramazanit. Pra, mbarojnë të 2 hadithe të Rasulullahit pejgamberit alayhis salam. Atëherë pyetja është si mund ta kuptojmë këtë hadith ose çfarë mësimit mund nxjerrim, sidomos në aspektin edukativ, sepse këtu kemi të bëjmë me atë vetëpërmbajtjen e njeriu, pra agjiruesit përballë ditës, sepse mund të ketë edhe përballje të ndryshme me njerëz të ndryshëm, edhe si mund të kalohet, pra duke i thënë unë jam agjiroshëm. Aq e fortë është kjo fjalë që mund ta mposhtin një njeri që mund ta fyj, mund ta shaj, pra në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Ose ndryshe edhe si mund të aplikohet edhe ky gjest edhe pas Ramazanit, ndryshe. Padyshim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agjerimi në kuptimin gjuhësor arab do të thotë të ndalohesh nga diçka. Kurse në kuptimin fetar do të thotë të ndalohesh nga ngrënia, nga pirja, nga marrëdhëniet intime dhe nga gjëra të tjera të cilat e prishin agjerimin, nga dalja e agimit të vërtet deri në perëndimin e diellit, dhe këtë ta bëjmë me një adhurimi. Pra është e vërtetë që agjerimi është ndalim nga disa gjëra siç është ngrënia, pirja, edhe marrëdhëniet intime gjatë ditës së agjerimit, por kjo s'do të thotë që agjerimi është ndalim vetëm nga këto 3 gjëra. Agjerimi është ndalim i komplet qenies së njeriut nga gjërat e ndaluara. Në mesazhi dhe simbolika që te çon ky përkufizim është se gjërat më të zakonshme të ditës së njeriut, gjërat më të lejuara, gjërat më të kuptueshme edhe më të pranueshme botërisht në gjitha kulturat janë ngrënia, pirja dhe marrëdhëniet intime me bashkëshorten. Dhe këto janë 3, duke qenë se këto janë 3 gjërat më të lejuara dhe më normale në jetën e njeriut, kur këto njeriu po i lën për hir të Allahut, atëherë bëhet fjalë që haramet nuk duhet t'i afrohet hiç. Kur për Allahun njeriu ashtu, aty lën 3 gjëra të natyrshme, më normale, atëherë në këtë mënyrë njeriu largohet edhe nga haramet. Dhe kjo është e rëndësishme. Prandaj thotë që agjerimi nuk është vetëm nga ushqimi dhe nga pija. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, ai i cili nuk lën fjalën e keqe dhe veprën me të, Allahu nuk ka nevojë që ai të lejë ushqimin edhe pirjen. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, ka prej agjeruesve të cilët dalin para Allahut vetëm me uri dhe me etje. Agjerimi shpërblimin e ka madhështor. Siç kanë treguar dhe hadithet e shumta që për atë Allahu shpërblen pa mas. Por ideja është që këtë shpërblim madhështor njeriu nuk duhet ta djegi dhe ta çojë dëm me harame. Në rastin konkret është si shembulli i një njeriu i cili punon për shembull në një magazin qelçurinash. Ndoshta punon kundrejt një rroge shumë të kënaqshme prej 50 euro dita, por ky person nga pakujdesia që tregohet, her pas here thën diçka. Edhe kjo i nalet nga rroga. Edhe atë ditë ai ndoshta shkon në shtëpi, i shkruhet dita punës, por nuk ka çuar si para ditë shtëpi.
Kështu është edhe shembulli i agjerusit. Ai me tamam shpërblimin tek Allahu ka shumë të madh. Ba mundin, por e çon dam mundin, a del para Allahut vetëm me uri dhe me etje, del vetëm që i shkruhet dita që ka agjeru, por ama nuk ka shpërblim, një kohë që shpërblimet atij i duhen. Dhe ky është qëllimi i hadithit që thotë që agjerimi nuk është vetëm nga ngrënia nga pira. Është nga të gjitha haramet, edhe në shembull një prej harameve që nuk janë prej të majave shumë siç është vrasja apo siç është bixhozi apo alkooli e tjerë, jepi shembull të vogël për t'treguar që fjalët e këqija, fjalët e padurha, fjalët e pahishme, mënyrë që ta kuptosh kur fjalët e pahishme janë ndaluara, mos shkojnë mend me të gjëra shumë më trama. Qartë. Dhe ky është synimi i agjerimit. Pra, ditën e agjerimit njeriu duhet të largohet nga gjithë haramet dhe sidomos nga fjalët e këqija. Zakonisht në hadithe kur përmenden disa gjëra konkrete, nuk përmenden mëkat. Përmenden sepse pikërisht ato gjëra janë që njeriu i bën më shumë gjatë asaj dite. Ka shumë njerëz që nga disa harame shumë të mëdha ndalohen edhe ditë të tjera, që nuk janë ditë agjerimit, por sado që arrin një grad devotshmërie prap njerëz me fjalë këqija, me grinje me njëri tjetrin, me probleme të tjera merren. Prandaj vjen edhe theksi në hadith, pikërisht për atë ku është smundja vjen edhe ilaçi. Me të vërtetë që fjalët e këqija, veprimet e këqija, disa gabime të ndryshme që ndodhin gjatë agjerimit, nuk e prishin agjerimin, por ja hekun shpërblimet, por kjo s'do të thonë që njeriu duhet largohet nga agjerimi. Se ka për njerëzve që thotë unë nuk mund të agjeroj sepse unë flas fjalë pista, ose unë nuk mund të agjeroj sepse unë ves kedina, ose unë nuk mund të agjeroj sepse punoj te një klub ku shërbej alkol. Kjo s'do të thotë që njeriu duhet me kanë perfekt me agjeru. Kushtet për me agjeru njeriu është që të jetë musliman, të jetë i rritur, të jetë mirë me gjendje mendore, të jetë mirë me gjendje fizike, por nuk është prej kushteve as pak të faktit që ti jesh perfekt. Po ti ishte kusht që të jetë perfekt njëri për me bë vepra të mira, atëherë ne nuk do të kishim besimtar, nuk do të kishim hoxhallar, nuk do të kishim mjek, nuk do të kishim mësuesa. Sigurisht. Prandaj ashtu siç nuk kërkohet për mjekun që të jetë një njeri perfekt që të bëhet mjek, edhe për besimtarin që ta xherojë, të falet e tjerë nuk kërkohet që të jetë perfekt. Ama nga ana tjetër, vetëm Zoti është perfekt, po. Nga ana tjetër nxitet njeriu që të largohet sa më shumë tanat këqijave, edhe jepet shembull konkret edhe gjëra të vogla siç janë fjalët. Kurse një prej gjërave që përballet njëri në ditën e tij të agjerimit, thamë janë fjalët, edhe kur ta thush fjalë kemi pritur edhe fjalë tjetër. Po. Edhe ndodhin këto probleme, sidomos në fillimin e agjerimit, se ka njerëz që fillojnë të agjerojnë në pjesën e fundit të Ramazanit. Aty e kanë kuptuar që duhet të fillojnë të agjerojnë, po vjen edhe nata e Kadrit, edhe fillojnë të agjerojnë. Edhe në ato ditë të para, edhe nga mungesa e lëndëve ushqyese që është mësuar me marr trupi që nuk u merr ato ditë të para, njeriu krijon një farë nervoze. Po. Edhe gjatë kësaj nervoz thot fjalë të pahishme. Pret edhe fjalë të pahishme pastaj. Edhe ka raste kur dikush tjetër vjen edhe të lufton me fjalë, me vepra. Edhe në këtë rast njeriu i tregon tjetrit që unë nuk jam i pafuqishëm. Unë mundem me ta kthy, di me ta kthy, por jam agjerueshëm. Edhe kjo fjalë në pamje të parë mund duket sikur nuk ndikon, por ndikon. Ndikon sepse kur njeriu tregohet i thjesht, a tregohet i qartë që nuk jam i pafuqishëm, thjesht nuk mund ti bëj këtë gjë sepse jam agjerueshëm. Edhe është një mesazh i qartë për tjetrin që ai të mos ndërmarrë veprime të gabuara kundrejt meje, sepse unë jam agjerueshëm. Në hadithin e Wathila ibn Asqa tregohet që librat e shenjtë Allahu i ka zbritur në Ramazan. Konkretisht fletushkat e Ibrahimit në natën e parë të Ramazanit, Teuratin në ditën e pas 6 ditësh të Ramazanit, Injilin pas 13 ditësh, Zeburin pas 18 ditësh dhe Kur'anin pas 24 ditësh. Ky muaj i Ramazanit është muaj i begat dhe muaj madhështor për gjatë gjithë historisë e njerëzimit, jo vetëm në shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shifet qartë që këtë muaj Allahu e ka zgjedhur për gjitha shariatet e kaluara për të zbritur librat. Qartë. Dhe këtë muaj Allahu nuk e ka bërë vetëm muaj i librave, por e ka zgjedhur që të jetë edhe muaji i agjerimit të Ramazanit. Allahu ka bërë shtyllë të Islamit. Por ne agjerojmë për shkak të zbritjes së librave. Pra në këtë rast një pjesë dietarëve që kanë thënë që me sa duket kjo është arsyeja pse Allahu e ka zgjedhur, nga që është edhe muaji që ka zbritur Kur'anin. Se mund zgjidhet cilin do muaj, mund zgjidhet një nga 4 muajt e shenjtë. Po. Të cilët janë të shenjtë, më të rëndësishëm ndoshta, por e ka bërë këtë muaj të begat dhe e ka për shkak të zbritjes së Kur'anit. Përveç kësaj, Allahu këtë muaj e ka zgjedhur që të jetë muaji në cilin do të jenë teravit, muaji në cilin do të jenë iftaret, muaji në cilin do të jenë lidhjet farefisnore si asnjëherë. Muaji i begat e ka bërë muaji në cilin shumë fishojnë shpërblimet, muaji në cilin falen gjunat e kaluara, muaji në cilin shpëton çdo natë njeriu njerëz nga zjarri, muaji në cilin
është i vetmi muaj në cilin hapen dyert e xhenetit, i vetmi muaj në cilin mbyllen dyert e zjarrit, i vetmi muaj në cilin prangosen shejtanët e rrezikshëm prej gjindëve, është muaj i fqinësisë, muaj i farefisit, muaj i marrëdhënieve njerëzore, muaj i humanizmit, siç kanë thënë disa prej parëve tonë të mirë, është muaj i leximit Kuranit dhe i dhënies ushqim të nevojtarëve. Pra është muaj i humanizmit, është muaj i dijes. Pra veçoritë e Ramazanit janë të shumta. Të shumta, po. Pikërisht se janë të shumta, pejgamberi alayhis salam ka thënë transmetuar nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me bujari i njerëzve në bujari. Dhe ka qenë pra me bujari dhe vazhdon, pra sidomos në Ramazan. Gjibrili, pra që është meleku i shpalljes së librave hyjnor, e takonte çdo natë të Ramazanit dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam e lexonte Kur'anin përpara tij. E kur e takonte Gjibrili alayhis salam, ai ishte me bujari në bujari, se sa era si hariquese e shiut. Pra, cili është mesazhi, se tani jemi në edhe ditën e fundit të Ramazanit dhe janë pjesë edhe të rëndësishme të këtij muaji, që përveç agjerimit, përveç natës së Kadrit, por është bashkuar edhe një shtyllë e fortë e Islamit që është zakati, pra sadakaja, lëmosha e tjerë e tjerë. Si mund ta kuptojmë Në këto natë të Ramazanit, profeti sallallahu alajhi wasallam takohej me më të mirin e melekëve dhe lexonte më të mirin e librave. Dhe ndjente aq i nderuar sa ndjente veten që nevojtar që të jetë falënderues ndaj Allahut më shumë se sa herë tjera. Edhe një prej formave të falënderimit të Allahut është sadakaja dhe bujaria, padyshim. Dhe në ndjekje të shembullit të profetit sallallahu alajhi wasallam, që nga brezi i shokëve të tij dhe deri tek brezat e sotëm, muslimanët lexojnë shumë prej Kuranit dhe muslimanët japin shumë sadaka dhe zakat në Ramazan. Konkretisht, për shembull, përmendim nga shokët e tij, Uthmanin radhiyallahu anhu, që në namazin e natës së tij lidhej në namaz dhe lexonte në një rekat të vetëm të plot Kuranin. Po ashtu tregohet për Imam Ebu Hanifen, që kur ulej me lexu Kuranin në Ramazan nuk ngrihej deri kur ta përfundonte. Gjithashtu tregohet edhe për Imam Shafiun që lexonte një herë të plot ditën dhe një herë të plot natën. Ky ishte kujdesi që kishin për leximin e Kuranit në ndjekje të shembullit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe sot njerëzit vazhdojnë në mbar botën islame të kenë kontakte të mrekullueshme me Kuranin gjatë Ramazanit, të kenë hatme të shumta, leximet e tefsireve, veprime zbatimi i Kuranit më shumë se sa gjatë muajve tjerë, gjatë që është e mrekullueshme edhe për tu admiruar. Por ka njerëz që kanë një farë pishmanllëku nga që i ka ikë 2/3 e muajit. Edhe dojnë. Ka pas për dietarëve të hershëm si Ibn Rexhepi, Ibn Kaimi e tjerë që i kanë thënë njerëzve, ti ku një shumicë Ramazanit, por prapë ka met pak Ramazan. Ka pe veten tesh, edhe e ke kap Ramazanin, sepse siç ka thënë profeti sa në rregullin e tij të art, veprat janë sipas përfundimit. Ashtu siç e mbyll atë vepër ti, ashtu siç e mbyll atë muaj, ashtu siç e mbyll atë adhurim, siç e mbyll jetën, ashtu domethënë konsiderohet. Edhe pranohet. Prandaj njeriu nuk është vonë me fillu tash me leximin e Kuranit, nuk është vonë me fillu me agjëru tash, nuk është vonë me fillu me sadakan tash, nuk është vonë me pendu me dhënë zakatin që ndoshta i ka kalu me dhënë. Prandaj duhet me i bë veprat e mira. Edhe është kohë që mundet me vazhdu me veprat e mira. Mundet me vazhdu me Kuranin, edhe atë sa ka me arrit me lexu, atë që është shkruhet tek Allahu, sepse Allahu vlerëson prej nesh sa kena dhënë mund, jo sa kena arrit rezultat, sepse rezultati nuk është në dorë tonë, bereqetin e jep Allahu, kurse mundi është ai që vlerësohet. Nëse ti e jep kohën tënde, Allahu ta vlerëson. Ka njerëz që se Kurani është 604 faqe. Ka njerëz që blejnë libra bestseller dhe lexojnë prej është një histori aq intriguese sa kryen ndoshta brenda natës. Niko që Kuranin brenda muajit edhe shpesh herë ankohen që nuk mundem me e kry. Mundesh me e kry, thjesht duhet me dash me e kry. Dhe në vullnetin pasionin tonë. Kurse për sa i përket sadakas, Ibn Rexhepi Allahu mëshiroft ka thënë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë bujar në Ramazan me gjitha llojet e bujarisë. Ka qenë bujar me pasurinë e tij, me dijen e tij, edhe me fizikun e tij. E ka shfaq bujarinë e tij duke i ndihmuar të tjerë, duke qenë i dobishëm, duke u mësuar gjëra që nuk din, duke u shqyt varfrit, apo duke u kryer nevojat që kanë. Pra bujaria nuk kuptohet vetëm me parë, por bujaria kuptohet me gjitha format e bujarisë. Dikush ndoshta nuk ka parë me dhënë, por ka dije me dhënë. Dikush ka mundësi me ndërhyj për hajër dikon.
dikush ka mundësi me thënë fjalë të mirë për dikon. Edhe mundet me dhënë. Prej formave të bujarisë në më të famshme që përdoren gjatë Ramazanit, edhe më të dobishme është shtylla e tretë e Islamit, e cila është zakati. Zakati. Edhe një pjesë e mirë e muslimanëve zakatin e kanë lënë në Ramazan. Mirë që mu bashku bashkë me këtë shtyllë. Po ashtu ai i cili e ka pas zakatin përpara Ramazanit ose e ka mas Ramazanit, kjo s'do të thonë që dera sadakas është mbyll për të. Përkundrazi, është edhe dera sadakas në xhennet, që mund të hyj për asaj, mund të më bashkaqet tash, me hyj për asaj derën në xhennet, ashtu siç nga dera e xherimit. Siç ka pyetur Abu Bekri profetin sa sem, a ka në një njerëz që do të thirret nga gjitha dyert e xhenetit, ka thënë ti. Për Abu Bekrin, sepse ka njerëz që ka bashkuar me xherimit, me sadakas, namaz veprave të tjera të mira. Prej formave të sadakas në Ramazan është, siç ka thënë profeti alayhis salam, që kur iman lidhet farefisnore njeriu ka dy shpërblime. Shpërblimin e majtjes lidhet farefisnore dhe shpërblimin e sadakas. Prandaj një iftar me familjarët, një iftar me kushërit, një iftar me komshit, një iftar me xhamatin e zonës, një iftar me miqt, me shokët, është diçka shumë e përshtatshme në Ramazan, a diçka e përballueshme në përgjithësi. Po ashtu kush ka mundësi më shumë mundet me bë sporta ushqimore për familjet e varfra, ose nëse nuk ka mundësi edhe kohë për ta bërë këtë gjë, por e ka mundësinë financiare, një ide shumë e mirë është që mundet e listat e ushqimeve, lagje, të dyqani lagjes apo të fukareve, me jau la atë lista, ose ka mundësi. Pra dhe kështu mund të... Kjo është një formë shumë e mirë. Po. Qartë, të shpërbujarinë është shumë detaj i gjerë për të folur për bujarinë e pejgamberit alayhis salam. Por kjo është një nxitje, është një këshill për besimtarët, të cilët tani janë pra në ditë të fundit të këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, që të shpejtojnë për të dhënë zakatin, por për dhënë edhe sadakatul fitrin apo jo, ku si mjet sipas institucionit të lartë fetar është caktuar 400 lekë të reja, pra për person, ose 4000 lekë të vjetra apo jo. Në këtë kontekst, me qenë se ju e përmendet edhe leximin e Kuranit, pra përshkruat edhe shembujt konkret prej sahabeve, prej tabiinëve të tjerë, tani ju jeni vetë që merrni pjesë në atë mokabelin që organizon Mjeftinia e Shkodrës, dhe jeni pjesë kryesore si hoç, pra si lexues. Si e ndjeni veten kur jeni edhe përballë dhe besimtarëve, të cilët ndoshta disa prej tyre edhe nuk e dinë, nuk e kuptojnë, por rrinë me atë Kuranin përpara, edhe janë me fjalën e Zotit apo jo. Çdo kush gjatë Ramazanit lexon Kur'an. Po. Edhe mund të lexojnë në shtëpi, mund të lexojnë në xhami para njerëzve, por është një ndjenjë shumë e mirë kur e shef që ka një interesim. Edhe aty interesimi është prej tana moshave. Po. Ka rinj, ka të vjetër, ka mosha të mesme, edhe kur shef që njerëz që kanë shumë vështirësi me leximin e Kuranit, nuk janë dorëzuar, por vinë për ditë, pavarësisht angazhimeve të tyre, pavarësisht shëndetit të tyre, pavarësisht punëve që kanë, vinë për ditë edhe marrin pjesë. Ka gjëra që i kalojnë, ndoshta nuk mundën me njek, por nuk dorëzohen. Kjo është një gjë shumë e mrekullueshme. Kur shef që ka një interesant të tillë, njëri nxitet edhe më shumë për të lexuar prezencën tyne. Apo më ofroj një eksperiencë më të mirë edhe aty. E qartë. Atëherë jemi në prag të përfundimit të këtij edicioni, pra programi të Mjeftinisë së Shkodrës për hadithet e Ramazanit, por kemi një pyetje të përgjithshme që vjen prej besimtarve, pra shpytje për një zgjidhje juridike, dhe pikërisht unë kam sjellë një hadith të pejgamberit alayhis salam që flet për këtë rast: kush harron duke qenë agjërueshëm dhe ha apo pi, le ta plotësoj agjërimin e tij, sepse atë ka ushqyer Allahu dhe i ka dhënë për të pirë. Pra si mund ta kuptojmë këtë hadith? Që të zgjidhim me disa probleme të njerëzve të cilët ngaherë e prishin agjërimin, por shqetësohen shumë. A dashi kuptohet? Siç thamë edhe më herët, ka njerëz që fillojnë në ditën e fundit për të kap natën e kadit, a fillojnë agjërimin. Ka njerëz që agjërojnë 3 ditë të fundit, ka njerëz që agjërojnë vetëm natën e 27. Edhe ideja është që ato përballen në këto ditë, me ato gjëra që janë përballë muslimanët. Për ato njerëz që fillojnë me agjëru ditët e para, apo ato që janë përballë shumica në ditët e para, ato po përballen këto ditë, edhe është me vend si pyetje, sepse do përballen në ditën e vazhdim me këtë gjë. Allahu është krijuesi i njerëzve, Allahu e njeh më mirë natyrën e krijesave të tij. Na njeh ne më mirë se sa ne e njohim veten. E din që jemi një krijesë shumë komplekse, shumë perfekte, shumë interesante, edhe që harron. A duke qenë se është krijesë që harron,
Çka ka lidhje me harresën në adhurimet e njeriut, Allahu ja ka falë dhe nuk ka gjunah në ta. Madje në shumicën e adhurimeve, edhe kur përveç që nuk ka gjunah, nuk ka as shpagim. Edhe konkretisht për tyne është Ramazani. Në rastin kur njeriu harron dhe ha ose pi, atëherë nuk e ka detyrë me e kompensu. Ndryshe prej namazit. Për shembull, namazin nëse njeriu ka harruar me e fal, e ka detyrë me e fal. Nuk ka gjuna, por e ka detyrë me e fal kur t'i kujtohet. Kurse namazi është një mëshirë, kurse agjerimi është një mëshirë e madhe prej Allahut, që mos t'i shkojë mundi damaskuj, që kur harron nuk ka nevojë as me kompensu, as nuk e ka prish, as nuk ne ka nevojë me agjeru mas Ramazanit. Prandaj kjo është një mirësi prej Allahut dhe është një gosti, tamam siç është thyer disa hadithe që aty ka dhënë Allahu me hangër dhe me pi. Po nëse ky person që gabon gjatë agjerimit për hapi nga pakujdesia, harresa, dhe ka përballë një person i cili e kupton se duke e prishur, a do ta laj apo do t'ia vënë duke si agjerueshëm? Në këtë kanë përmend disa mendime të ndryshme dietar, për ty e kanë thënë që përderisa ka godësit Allahut nuk e punë. Është harruar, nuk ka gjuna. Lere të vazhdojnë. Se ka ushqyer Zoti, edhe kjo është kuptimi i kësaj apo ja. Okej, qartë. Atëherë në fund të këtij programi do ishte me interes të dim edhe një mesazh nga ju zotëri Agovej, cili do ishte një këshill e juaj drejtuar besimtarëve teleshikuesve. Një gjë e rëndësishme që duhet njëri ta kuptojmë për Ramazanit është që Ramazani është shkollë edukuese. Ashtu siç e kemi eduku trupin me ndaj pa hangër, ashtu siç e kemi eduku trupin me ndaj pa pi, ashtu siç e kemi eduku gojen me ndaj pa fol fjalë këqija gjatë këtyre 20 e sa ditëve deri tashmë, ashtu siç e kemi eduku veten për me majt zemrimin, ashtu mundem të eduku veten edhe me gjëra të tjera. Edhe sipas shkencave sociale, nëse njeriu për 30 ditë nuk e bën diçka, nuk ka nevojë më për të. Ose për 30 ditë e ushtron veten e vet, nefsin e vet me diçka, mësohet me të. Në këtë kontekst sa i pranohet agjerimi atij që nuk kryen ritualet e tjera fetare, siç është namazi për shembull? Islami ka 5 shtylla. Po. Edhe shtylla e parë është kusht që njeriu ta hyjë në Islam edhe të vazhdojë shtyllat e tjera. Po. Edhe kur njeriu ka hyrë në Islam, ka hyrë në iman, edhe vepron një ose disa prej shtyllave të Islamit, ai konsiderohet musliman, konsiderohet besimtar. Kurse në aspektin e agjerimit i tij, sipas shumicës së dietarëve, sipas trimeve dhe hebeve, është i saktë. Por normalisht kjo s'do të thotë që njeriu ka drejt me anashkollu namazin. Ja, pra nuk e kalon klasën, si ajo provimi që ke disa pyetje, por do t'i krysh të gjitha ato pyetjet e një tesi, se ne jemi para një tesi në këtë dunja. Predikja e shtyllave të Islamit është bërë sipas rëndësisë së tyre. Shahadeti është i pari më i rëndësishmi, pastaj vjen namazi, pastaj vjen zakati, pastaj agjerimi, pastaj haxhi. Edhe nga ajo sa shpesh i vepron njëri prapë janë sipas radhitjes. Sepse me shahadetit njeriu zbaton gjatë 24 orëve. Çdo vepër që të bëj, do ta bëj njeriu për Allahun edhe sipas rrugës së pejgamberit. Pra pjesën e parë shahadetit dhe pjesën e dytë. Namazin e bën 5 herë në ditë. Zakatin e lep 1 herë në vjet, po disa lloje të ndryshme zakatesh. Agjerimin e ka 1 herë në vjet vetëm 1 muaj. Kurse haxhi 1 herë në jetë, edhe më rrallë. Edhe duke qenë se është e katërta agjerimi i Ramazanit, njeriu duhet përgëzohet çdo besimtar që ka agjeruar Ramazanit sepse ka bën një shtyllë të Islamit. Ka bën një nga 5 adhurimet më të rëndësishme që mund bëhen. Por duke qenë se përgëzohet për të katërtën, duhet ta bëjnë vetëm u përgëzo për të tretën edhe për të dytën. Kështu më radhë. Shumë e bukur. Edhe pikërisht edhe ajo që ju e tha që të qetësojmë edhe disa njerëz të cilët edhe nga herë dhe shqetësohen, ndoshta edhe duke mos gjetur edhe burimin e saktë të një përgjigje të saktë nga njerëzit kompetent që janë hoxhallarët, imamet, meftëlerët, pra shqetësohen. Por ne duhet i themi edhe këtë se Zoti Gjeleshanu ka thënë në Kur'an: "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Dhe ma zëgja e vogël ose e madhe, e mirë ose e keqe, pra shënohet tek Zoti Gjeleshanu. Kështu që edhe agjerimi, inshallah shpresojmë që t'i pranohet edhe atij që nuk falet, por shpresojmë që edhe të falet. Pra duhet ta nxisë agjerimi, kur agjeron atëherë ai kupton shumë në një botë tjetër apo ja. Kur themi që duhet largohet nga haramet gjatë agjerimit, më parsorë është më largu nga haramet më të mëdha. Dhe harami më i madh është pas shirkut është mos falja namazit. Ne kemi edhe raste të tilla zotëri Agovi që pra ne i shohim dhe i kuptojmë, pra jemi dëshmitar të disa njerëzve, sidomos të trive,
kur agjerojnë prekupohen edhe për faljen. Padyshim. Pyesin për shembull në cilën xhami ose kur falet taravia, disa tjera më thanë të ritualeve që prekupohen. Dhe kjo tregon është një tregues i mirë që i përveç agjerimit kërkon edhe të kalojë në shkallën tjetër që ju e përmend. Padyshim. Pra nga 4-a te 3-a te 3-a, po. Ka që kanë filluar veç me haxh, Ose pastaj me kanë haxhin. filluar me agjerim, Po, pastaj kanë kaluar në zakat edhe namaz. Kështu me radhë. Duke qenë se janë më të thjeshta, i kanë vepruar. Pa kanë ardhur gradualisht. Qartë. Atëherë unë të falenderoj për pjesëmarrjen dhe për gjitha menimet dhe urtësi që shpaloset në këtë bashkëbisedim të këndshëm, duke marrë bazë hadithet e pejgamberit alayhis salam në tematikën hadithet e Ramazanit. Allah ju shpërbleft. Të dashur besimtar, të nderuar teleshikues radio dëgjues, këtu dhe përfundojmë për sot këtë bashkëbisedim, këtë emision të Muftinisë së Shkodrës që organizon me rastin e muajit të begat të Ramazanit me tematik hadithet e Ramazanit, ku kishim Hoxh Anis Agovi, imam në xhamin e Gucisë në rrethin e Shkodrës. Duke ju falenderuar edhe ju të dashur besimtar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë deri në atë kohë, si për herë lutemi dhe bëjmë këtë dua që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Agjerim të lehtë dhe të pranuar, iftar të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.